Arlind, shpesh në rrugë shikojmë njerëz që kanë veshur një bluzë me logo për secili kërkon votën për veten e tij. A mund të quhet parti një grupim ku më të rëndësishëm janë individët se sa idet? Jo, është thjesht një aleancë e përkohshme VIP-ash ose kandidatët për VIP-a që kërkojnë me çdo kusht, janë gati të shesin gjithçka, e të bëjnë gjithçka, vetëm e vetëm që të bëhen personalisht deputet. Unë jam shumë i gëzuar që lëvizja bashk as bie as ka përtërën kur në këtë batak. Ne gjatë gjithë kohës kemi bërë fushat vetëm për lëvizjen bashk. Dhe u kemi thënë qytetarëve, votoni lëvizjen bashk, votoni numrin 2 dhe vota juaj ka përshkuar për kandidatët tanë automatikisht. Politika është një përpjekje kolektive për të mirën e përbashkët. Nuk është protagonizëm, nuk është sens i përfitimit, nuk është oportunizëm. Ne besojmë fort tek solidariteti dhe ky solidaritet që ne kemi me njëri tjetrin ka për ta ndihmuar, jo vetëm dalin shumë mirë në zgjedhje, por edhe të japim shpresën e munguar popullit shqiptar. Faleminderit.